Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion në një klinikë dentare në zonën e Don Boskos, ku gjatë kontrolleve u sekuestruan medikamente me vlerë rreth 100.000 euro, shumica e të cilave ishin të skaduara dhe nuk dispononin dokumentacionin e rregullt doganor. Sipas informacioneve të siguruara në rrugë operative, këto produkte, pavarësisht skadencës dhe mungesës së faturave, zdoganimin vazhdonin të përdoreshin për pacientë që merrin shërbime stomatologjike në klinikë. Si rezultati i hetimeve, policia arrestoi administratorin e klinikës, 59 vjeçarin turk Adnan Yizdizogli. 2 punonjës të tjerë, një koordinatore dhe 2 laborant, janë marrë në pyetje dhe vijojnë të jetohen në gjendje të lirë, ndërsa provat materiale janë sekuestruar për analizë të mëtejshme. Kontrollet në ambientit e klinikës çuan në gjetjen e 300 shisheve medikamente, sipas të cilave të skaduara, të cilat ishin përdorur pas një faturë të rregullt fiskale dhe pa dokumentacionin doganor. Autoritetet po punojnë për përcaktimin e dëmit ekonomik që këto veprime mund të kenë shkaktuar shtetit, si dhe për të vlerësuar rrezikun e mundshëm shëndetësor që materialet e skaduara mund të kenë për qytetarët. Hetimet janë ende në zhvillim dhe policia nuk përjashton mundësinë e procedimeve të tjera, ndërsa qytetarët këshillohen të jenë të kujdesshëm kur zgjedhin klinika për shërbime shëndetësore.